janë së bashku, si kalojnë, çfarë dite kanë ata, na sjell kështu detaje. Sigurisht ata vetë se qëndrojnë në një hapësirë të përbashkët dhe diskutonte për ato në mëngjes, janë mëngjeset e qeta së bashku me Hashimin, me Kadrin, që sporti preferuar madje është me lujt tenis. Dhe tha Gjagje që kur dalin, vetë se kanë më organizu një turnej ashtu për me lujt tenis, lidhur me këto ditët që kalojnë aty. Por sigurisht atmosfera është e mirë dhe fatmirësisht që kanë edhe njëri tjetrin për të diskutuar, paktën ndonse jo familjarët dhe për kaq vite janë larg, shtëpive të paktën kanë njëri tjetrin për të diskutuar këto gjëra, e që sigurisht është pak më ndryshe, po që kështu të po tregoj gjëra që i përmend ke, janë gjëra krejt normale. Hanë bashk, pim bashk, luajnë sportet të ndryshme, cilat vetë se dakordohen për ditët e javës dhe vrejë një optimizëm afërdita që po e ritheksoj prap, marr parasysh vendin dhe situatën dhe edhe vitet burgim që kishte, nuk e ndjente. Nuk i bënte fare përshtypje, ndoshta dojke mos më pa mua ashtu të lënduar apo të emocionuar, edhe mundojke me tregu pak ma shumë optimizëm këto, por i kam lakmu për optimizmin dhe për motivin që e kanë. A kishte ai ndonjë pengo ata gjatë kohës sa fliste me ty? E dim sa ai e ka marrë në fakt verdiktin e gjykatës speciale. Sigurisht, Afërdita po ka pasur disa diskutime, po që edhe nuk na lejoj të flisim shumë lidhur me procesin gjyqësor dhe këto jo shumë për fat.